Në 2 ditët e para të edicionit e 24 të konkursit ndërkombëtar për çmimin Pjetër Gaci që po zhvillohet në Shkodër, 10 fëmijë të moshave nga 7 deri në 12 vjeç kanë konkuruar në instrumente të ndryshme me një prani dominuese të pianistëve të vegjël. Kemi hyrë në zonën e nxehtë të konkursit, po them sepse është kategoria që ka një rritje cilësore, është gjinia, domethënë sektori i pianos që dominon, që dje ka pas 36 konkurrent, sot ka 20 e sa konkurrent. Skena e teatrit Migjeni është kthyer në një arenë emocionesh dhe interpretimesh plot të ndjenjë ku shumë prej fëmijëve ishin për herë të parë përballë publikut. Performancat e tyre kanë sjellë jo vetëm duar trokitje, por edhe inkurajim për hapat e parë në rrugën e muzikës klasike. Unë jam Dielli Pasha, jam në klasën e 3 nga shkolla Prenk Jakova, Prishtinë. Unë konkurova për piano. Isha ndjeri gëzuar që konkurova në këtë konkurs shumë të mirë. Unë mendoj se do ta marr çmimin absolut. Unë jam 12 vjeç, kam emrin Roni Banishta, edhe shkoj te shkolla Prenk Jakova. Para se me dalë në skenë, kisha i fije emocione. Shpresoj me marrë vend parë absolut. Kam interpretu një pjesë të Bachut, një pjesë të Mozartit dhe një pjesë të Bergmüller. Sipas organizatorëve, ky edicion po shënon pjesëmarrje të interpretuesve të rinj me aftësi të dukshme solistike dhe potenciale premtuese. Ka një larmi të përsa i përket cilësisë, sepse ka për atyre që vinë edhe për pasion, por ka edhe për atyre që janë profesionistat mirëfillt që frekuentojnë konkurse kombëtare dhe mbar kombëtare dhe ai kuptohet aty është gara më e fortë, sepse vinë nga shkolla artistike, vinë nga pedagogë ose mësuese që kanë dhënë prova në kompeticione, konkurse të ndryshme. Në këtë edicion garojnë 160 pjesëmarrës, instrumentistë dhe vokalistë të moshave nga 7 deri 23 vjeç, nga Shqipëria, Kosova, Malizi, por edhe nga vendet e tjera të Europës dhe deri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.